Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, salamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në ligjëratën e kaluar kemi përmend se pejgamberi alayhi salatu wassalam u stabilizu me shpallje, e kuptoi çka është puna e shpalljes dhe tash filloi me jetu me ta. Edhe e kuptoj edhe misionin, edhe e kuptoj se çka duhet me bë pas atyre fjalëve që erdhën prej Allahut lartësuar përmes Xhibrilit. Që do të thotë se po ngarkohet me një mision që njerëzit me i kthy te besimi i drejt. Njerëzit të cilët ishin deviju, kishin kaluar në idhujtari, nuk e besonin Allahun, shumica prej tyre hiç, shumica prej tyre disa tjerë besonin duke i bërë shokati, e tash misioni pejgamberit alayhi salatu wasalam me cilin po ngarkohet është se me i thirr njerëzit në fenë e drejtë dhe në besimin e drejtë. Mirë, çysh me bë këto, normal që gjithashtu Allahu edhe këtu e ka bë planin. Edhe inspiron edhe për planin. Fillimi i këtij misioni, i kësaj detyre të pejgamberit alayhi salatu wasalam, plani është që me mojt msheft. Edhe për ata njihet periudha e fshehtë, e thirrjes fshehurazi njerëzit, jo hoptës. Mirë, por çka është për qëllim fshehurazi dhe çka është për qëllim hoptës, do ta përmendim këtu. E kështu që Allahu i lartësuar po inspiron që pjesë e planit, për mësë të na dështu plani, për me ecë mirë, është që fillimin do të me nisë msheft, me njerëz të besum shumë edhe me njerëz të sigurt, që dhe e mojnë msheft edhe ata, ose shpresohet që me e pranu thirrjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe pikërisht pas fjalës ja ayyuhal muddathir qum fa'anzir, o i mbuluar, dhe vëna ajetet e surës Muddathir, ajetet e para, o i mbuluar, ose do t'i mbuluar grehu dhe tërheqja vrejtë njerëz, do më thirrë njerëzit besim. Qysh me i thirr? Plani i fshehtësh. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam po fillon me këtë plan që është plani i fshehtë, e që ka personim ose target, ka figurat caktuar. Sepse plani i fshehtë do të thotë mos me dal publikisht, mos me dal me bë thirrje masovikisht, na për turmat njerëzve, grumbujt njerëzve, edhe me i shku secilit ose secilin që e takon me i thonë bëu musliman. Ja, jo këtë plan. Plani është që me zgjedh njerëz të caktuar, të cilëve do t'ju fol pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo periudhë paraversisht zoti ka 3 vjet, dikush e përmend 4, po ka mundësi, do të 3 vjet e diçka, pastaj dikush i ka thënë 4, dikush i ka thënë 3, ama që kjo është plani i fshehtë ose thirrja e fshehtë, fillimi i shpalljes ose përcjelljes së shpalljes nga pejgamberi alayhi salatu wasallam tek njerëzit në formën fshehurazi 3 vjet ose 3 vjet e diçka. Jo gjithçka u bë fshehurazi këto, për arsye se i shohim që pejgamberi alayhi salatu wasallam pas një kohe të shkurt fillon me u fal, edhe ata që bëheshin musliman faleshin. E her pas here familjarët e tyre i poshin duke u fal, ose i takonin namaz, do të thotë se jo bash gjithçka ka qenë sekret. Mirë, po më rëndësi është se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ka dalë haptas publikisht me i mbledh njerëzit edhe me i thirr në islam pastaj. Kjo do të thonë është qëllimi, në mënyrë që mjolon për shtypje i dhujtarëve të Mekës, se sikur se kanë qenë para pejgamberit alayhi salatu wasallam, ose gjatë kësaj kohe, disa prej atyre që ju kanë thënë hunefa në fejt Ibrahimit alayhi salam, e mjolon për shtypjen që edhe ky është ashtu. On thjesht po i thirr njerëzit mos me adhuru idhujt, edhe mjaftohet me veten, me 2-3 vjet në shoqëni të ngushtë e banë dhe nuk e çon më tepër këtë punë. Përndryshe, plani është që me kap koka caktuar. Filanin, të cilin i ka bë projekt pejgamberi alayhi salatu wassalam. Normal, kujt ka më paraqit thirrjen edhe islamin për herë të parë, njerëz të afërt, njerëz që i ka shumë të afërt, të cilët edhe nuk e trashtojnë, po edhe pritet me ndihmë. Edhe njeriu i parë që besoi është gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, Hatixha. Pra ta i ka mjaftu vetëm me jarë sinjali Hatixhës se erë Gjibrili edhe për me njëherë është bo muslimane, Hatixha radhiyallahu anha, dhe e ka marrë pastaj pejgamberin alayhi salatu wassalam, e ka dërgu te kushërini vetë, Waraka ibn Naufal, i cili si mas transmetimeve më të sakta edhe analizave më të sakta del muslimoni i dytë.
I pari është Hatixha, i dyti është Waraka, i cili e shpreh Islamin, edhe mirë po vdes mas një kohë shumë të shkurt, saqë nuk e përmendim më librat e historisë për shkak të periudhës shumë të shkurt që ka jetu pas shpalljes, por ndryshe ai është bërë musliman. Bile pejgamberi alayhi salatu wasallam në një rast i ka dëgju disa njerëz duke e përmendur Warakan ibn Nawfal për keq, se dha ju kanë sikur se këta i dhujtare kështu, derisa ju thot mos folni për Warakan keq sepse e kom pa, domthonë Allahu më ka shfaq që e kom pa që i posedon një xhenet ose dy xhenete që e ka dhënë Allahu njerëz. Mirë, cilat janë karakteristikat e kësaj periudhe? Domthonë çka karakterizohet, çka ka ndodhur këtë 3 vjeç ose 3 vjeç e gjys. Normal që ka ndodhur disa gjëra, po ajo më interesante e kësaj kreto është se çysh kanë mujt 3 vjet me vepru ilegal, domthonë sekret. E këto normal pas ndihmës së Allahut të lartësuar fal planit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, më karakteristikat e kësaj periudhe është se filloi me familjarët e vet. Filloi me gruan e vet, u bë muslimane. Pastaj Waraka u bë muslimane. Kur u kthye te shtëpia, ja paraqiti Islamin Zeidit, Zeid ibn Haritha, që ka qenë fëmijë i Birsum i pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe ai u bë musliman më një herë. Sepse për Zeidin do të flasim më vonë, është interesante historia e tij. Pastaj ja paraqiti planin thirrjen në fakt Islamin Aliut radhiyallahu anhu, që thotë ka pas 8 vjet, thotë ka pas 10, thotë ka pas 7, po kryesorja 10 se ka kaluar dhe ky bëhet musliman. Edhe këta 3 janë musliman të parë, që pastaj kanë vazhdu matutje, të më thonë Zeidi, Aliu radhiyallahu anhu dhe Hatixha. Pas një kohë shumë të shkurt, ose pak ditë kanë kaluar, tash pejgamberi alayhi salatu wasallam po e bën planin se me dal jashtë shtëpisë vet. Mirë, kujt me i fol? Në kanë kobes ma tepër në Abu Bekrin radhiyallahu anhu. Edhe për ata Abu Bekri prej këtij momentit kur shfaqet më nuk bjen prej skenës kurrë. S'ka mundësi me shpjegu një insert tjetës pejgamberit alayhi salatu wasallam, ose një skenë tjetës ti pa u konë Abu Bekri aty, ose pa u sjell Abu Bekri aty, pa u sjell fryma e tij, pa u sjell dikush prej familjes tij. Sepse kështu Allahu e ka bëqë me ja ofru këtë njeri kaq të madh që thënë historiant Abu Bekrin edhe Omerin për me i përshkruar me një fjalë. Kur i përshkruaj me një fjalë, thënë se Allahu këta i ka kriju për me ndihmu Muhamedit alayhi salam. Unë për shtaj ka kriju. Edhe i thotë Abu Bekrit, çështo ti mje, këta shokët, do të thonë se 2 vjet ose 3 kanë ndërmjet. Sa i përket moshës, pastaj tregti kanë bë bashkë, pastaj Mekë, do të thonë ka qenë ajo kllopa më e rujtur, edhe moralisht, edhe me sjellje dhe me gjithçka. Edhe i thotë Abu Bekrit, çështo është puna. Thotë zgjatë dorën Abu Bekri. Edhe bëhet musliman. Edhe kjo është 4 shja e parë, që pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është më i vetëm, po i ka edhe 3 edhe 4 vetë tjerë. Hatixhen gruan e vet, Aliun radhiyallahu anhu që ka në shtëpi vet, Zeidin që ka fëmijë Birsum dhe Abu Bekrin radhiyallahu anhu jashtë shtëpisë. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur flet me një rast në Medinë për vlerat e Abu Bekrit, thot a e dini kush është Abu Bekri? Thot krejtve kur ju kum thirrë në Islam, jeni hament, keni thonë po menoj, ose s'm keni kthy përgjigje më një herë. Pos Abu Bekri që s'ka menu 2 herë. Pos që i kum thonë se më ka orë shpolli, jam bo pejgamber, ka thonë që bejsa. E kështu që këm ka pranu kur ju më keni refuzu. Këm ka thonë po kur ju më keni thonë ju. I vetëmi, Abu Bekri për krejt burrave, jashtë shtëpisë pejgamberit alayhi salatu wasallam, është që s'ka pas nevojë me pyet 2 herë pejgamberin alayhi salatu wasallam. Me thonë, është vërtet? Që i të thonë, mos kështu, mos është jeja. Në moment që i ka thonë jam bo pejgamber, që e bisa. Mirë, pse e zgjedhi pejgamberi alayhi salatu wasallam Abu Bekri? Pse shkrejta Omeri ose të Ebu Sufjani e dikush tjetër? Po kjo është, këtu vërejhet strategjia e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Se ai kot nuk ka shkuat në shpellën Hira. Po ai ka bodo planë në shpellën Hira. Sepse e ka kuptuar në bostë aty në përgatitjeve që e kemi përmend se po i vjen koha pejgamberllokut. Mirë, kur të vjen pejgamberllokut, çka do të më bë? Mirë, cilët janë njerëzit me cilët unë do të më fillo me ta. Edhe ja ka vënë synin e Abu Bekrit mëti. Për arsye se Abu Bekri pritet me bë punë të mëdha. Çka ka bë Abu Bekri? Abu Bekri i ka sjell burrat më të mëdhaj pas 4-5 dite, ose një javë, ose 10 dite, i ka sjell 5 burrat prej burrave më të mëdhaj, shoqët pejgamberit alayhi salatu wasallam para pejgamberit musliman. Edhe ka thonë i dërguar me Allah, do të më bë musliman Uthmani, do të më bë musliman Saad ibn Abi Waqqas,
Zubair ibn Awami, Zubair ibn Awami, i cili ka pas vajzën e Abu Bekrit për grua. Pastaj Talha edhe Abdurrahman ibn Aufi. Kush janë çdo të pestet? Zubairi, Talha, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Aufi edhe Uthmani radhiyallahu anhu. Këta janë 5 prej 10 përgëzuar me xhenet. Do të thonë ato 10 që në madhe, ja 10 që ajo ardh, në 5 që ne ka prunë Abu Bekri radhiyallahu anhu. Do jo veç vetë. Do i ka prunë 5 burra, dikush kanë thënë këta burra. Këtë këta janë Quraysh. Mirë po janë familje që rrjedhin pe Qurayshëve pastaj. Edhe këtu gjithashtu del në pa dhe urtësia e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe Abu Bekrit që Islami mu shpërndon çdo familje të Qurayshëve, sepse Quraysh fesi madh, pastaj familje të mëdha pe Qurayshëve. Sikur sot që janë me mbiemra. Do më thonë familjet që e kanë një emër, e tash Abu Bekri e ka prunë si fillim prej këtyne prej njënës prej familjeve të Qurayshëve. Do thonë që Islami hyni në për çdo shtëpi të Qurayshëve. Pastaj, do më pikë karakteristikave është se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i thirrte njerëzit njën ka një i folte. Jo në trush, jo 2, 3, edhe tu llojet njerëz mirë, po njën ka një. E shejante, e dante, e bënte planin ku me taku, që me taku dhe çka me i folë dhe i flisë. Edhe pëthuj se nuk ka njeri që i ka folë pejgamberi alayhi salatu wassalam që të folë vetë se u bë musliman. Që do të thotë se i ka posë shejun mirë. Do në filonin, edhe nuk e ka rajt intuita pejgamberin alayhi salatu wassalam, me thonë pak me atë gjuhën e sotit. Që qëta që i ka vënun shenj, qëta janë bë musliman të gjithë. Gjithashtu, ata që e bëheshin musliman, pejgamberi alayhi salatu wasallam i porosiste që mos me përhap. Mos me tregu kujt, edhe në familje me mojt sekret. Edhe familjarë mos me i tregu. Pos nëse dikush prej familjarëve është interesuar me musliman ose është besnik. Pastaj i mësonte nga Kurani që i zbriste, i mësonte atyne, po gjithashtu edhe gjatë kësaj kohe zbriste Kurani, po dhe falesh. E krynin namaz, që do të folasëm për namazin gjatë kësaj periudhe në pikë të veçantë. Gjithashtu i synon të pejgamberi alayhi salatu wasallam që është më herët njerëzit më rëndësi. Me gjitha shtresave. Do më në Abu Bekri që ishte prej njerëzve më bujar në Mekë, që s'kishte kërkush vrejtje për to. So është Ebu Sufjani, janë atë tjetë mirë, po e kanë pas atë arrogantë në vrasësi, ndërsa Abu Bekri si ka pas këto. Edhe çka, on e ka fut në target, e ka bot target Abu Bekrin burin më të mirë. Pastaj synonte edhe shtresat tjera që Islami mu përhap edhe në për të gratë, edhe të fëmija, edhe të robrit, të sklevrit. Që jo vetëm një shtresë e saktonë, jo vetëm paria, ose jo vetëm sklevrit, jo vetëm fëmija, jo vetëm trik, jo vetëm plesh. Mirë po, mu shpërndo daveti që gjitha grupët e shoqërisë mu bo pjesë e Islamit. Në fillim, gjatë kësaj periudhe, mblidheshin të shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasallam, ata u doshin me marrë mësime. Edhe mblidheshin të shtëpia e pejgamberit alayhi salatu wasallam që ishte në shtëpinë e Hatixhës. Kur u bën më shumë, kalon në shtëpinë e Arqam ibn al-Arqam radhiyallahu anhu, një djalë i ri 17 vjeçar. 17 vjeçar, mirë po, është i pari që ka bërë shtëpinë e tij shkollë. Edhe për atë kanë ndalë shkëndijat e para të mësimit kësaj feje. Mirë, atëherë ndodhit kryesorët kësaj kohe, me cilat po karakterizohet, e para është namazi. Subhanallah. Unë sa ka zbrit ajetet e para, Allahu e ka urdhëruar pejgamberin alayhi salatu wasallam mu fal. Edhe kush bëhej musliman, falej. Me çysh falej? Namazin që kemi në sot, ose kur është bën obligim namazin që e falim në sot me 5 vakte, e çështu do të thonë në çdo intervale kohore, kur është bën obligim? Është bën natën e Isras ose Mirajit në vitin e 13, u ka funi 12 fillimi i 13 të shpalljes. Me që janë falë në fillim, ka diskutim me zjetare, sepse me që është mojtë sekret kjo periudhë, për ata dhe djetarët nuk kanë shumë informata dhe historianët rreth kësaj periudhë se çka është më. Pse se është mojtë sekret. Sa që kanë ndodhur derisa janë taku të shtëpia e Arqamit, atëherë kanë marrë vesh që janë 2 musliman. Kanë ndodhur 2 muslimanë kanë rujtë dhe kanë mshefë Islamin për njëri tjetrit. Sepse se kanë kuptuar që ai tjetri është musliman. Edhe namazin e kanë bërë msheft. Edhe mësimet i kanë mojtë msheft. Edhe Islamin e kanë pranuar msheft, kështu që është periudhë e fshehtë.
Edhe shumë sene kanë ndodhur, janë zhvillu, edhe nuk kanë arrit komplet ashtu që janë zhvillu në ngjarjet gjatë kësaj periudhe tek historianët. Mirë, por namaz kanë bë. Pse kanë bë namaz? Sepse Allahu i thot në surën ja juhel muzammil qum al-layla illa qalila, o ti mbulum çu falë. O ti mbulum çu falë. Pastaj Abu Talibi në ditë kur del prej Mekës, se sahabët kur e falshin namazin bashkarisht, delnin çosheve të Mekës, rrugicave të Mekës, ngushticave, lugjeve të Mekës, edhe ato e falnin namazin që mos me i pa kërkush. E një ditë pejgamberi alayhi sallam tu fol me Aliun radhiyallahu anhu, i sheh Abu Talibi, thotë, çka i të bëj kështu? Çfarë feje është kjo? Edhe i fol pejgamberi alayhi sallam Abu Talibit që kështu po mos e ban të madhe. Abu Talibi, si duket atë natyrën që e ka pas butë të mirë, si duket feje mirë të kuaki. Mirë po, ju më onë më sheft. Do në ju mos të regani asë nësë të regaj. Gjithashtu Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu të u falë me disa prej atyre që janë bo musliman, dikush prej fisit vet shkon edhe i gjanë atje në lugin kërë janë të falë, edhe fillojnë me isha, fillojnë me i gjujt me gërë. Pastaj Sa'd i jep selam ose del prej namazit, edhe e kap njonin prej tyne, e godet edhe e përgjak, sa që disa transmetime historike thënë që dhe ka vdej për kësaj përgjakje, që do të thotë se kanë fillu me pa atë këto se po lëvizet, në vonë ka namaz. E kjo të regon të ndëruar vëllezër që kjo fej është nis me namaz. Mon për mi bo kësaj feje, me mojtë këtë fej që është duhet, edhe me jesë me ta, edhe me bo jetës, edhe me vazhdu me këtë islam edhe me këtë udhëzim, pa namaz shtirë është vëllaj. Sepse namazi është bushti kurrizori i islamit. Namazi është bushti kurrizori i fetarisë tonë, me to e mojmë fenë. Thonë, hala ne njerëz nuk po dihet kush është bo musliman. Edhe hala njëri tjetri për atyre që janë bo musliman s'po i njohin, ama duhet mu falë. Po dhe shka mo falë, për arsye se namazi është ajo energjia kryesore pas Allahut azza wa jall që e mon muslimanin edhe e mon besimtarin. Qysh janë falë, i kanë përmend dietarët disa format namazit, po dy janë më të që më tepër kanë folë dietarët për to dhe ndoshta janë më afër që ato dy forma është falë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E para thuhet që i kanë falë ka dy rekate 5 kot namazit që i falmi na, po ka 2 rekate. 2 në sabah, 2 në drek, 2 në ikindi, 2 në akşam, 2 në yatsi. Me por nuk ka diçka që e argumenton këtë. Se është e vërtetë që namazin në fillim kur është bë obligim, është bë ka 2 rekate, ama nuk është e argumentuar ose dëshmuar që qysh prej fillimit, prej vitit të parë të shpallës o kanë çështë. Mirë, forma e dytë, pejgamberi alayhi sallam i ka falë 2 kohë në ditë. Para lindjes diellit edhe para perëndimit diellit. Kështu janë folë. Edhe kjo duket kjo është më saktë. Sepse Allahu i thot pejgamberit alayhi salatu wasallam wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Domthon para se me roteri edhe para se me qel drita. Domthon madhrej Allahun që është për qëllim falu. E çështu janë fal pejgamberi alayhi salatu wasallam, disa tjerë përmendin që edhe namazin e duhas e kanë fal. Bile namazin e duhas e kanë fal haptas të çadja për arsye se nuk e kanë pengu kërkan mushrik kur e ka fal namazin e duhas, se shkon si duket i përhapën namazin e duhas. Domthon namazin nuk shkon bashkrec i panjohur të mushrikët e Mekës. Kjo sa i përket namazit, që shkon karakteristike kësaj periudhe. Më sheft po, se s'pedim kryt ku e kemi. Pastaj me ba me na zbulu, me na gjithë se shka i të bakoj, që ka ndodhë me neve, mirë, por namazin po mërë. Me namaz më është. Mirë, karakteristike dytë është pranimi i islamit gjatë kësaj periudhe. Më të vërtet është kanë përzgjedhje shumë e perfekt, edhe shumë është dashur me u lodh me mendu mirë se kanë me përzgjedh për me afru islam. Pastaj dietarët duke u nisur nga kjo kanë thënë se kush është i pari ose kush janë të parë që e kanë pranuar islamin. Edhe ka transmetime ndryshme. Për ata e dëgjoni dikon ose e lexoni se i pari që është bë musliman është Abu Bekri, tjerë thënë Hatixha radhiyallahu anhu, tjerë thënë Ali radhiyallahu anhu, tjerë thënë Zeidi, dikush thotë, dikush tjetër e kështu me radhë. Mirë, pse ndodhin këto? Transmetime ndryshme, për arsye se kjo periudhë është mojtë msheft. Ka ardhur dikush edhe e ka pa musliman vetëm Abu Bekr radhiyallahu anhu dhe gruën e pejgamberit alayhi salam, ka thonë unë jam muslimani i tretë. Sikur ka thonë Sa'd ibn Abi Waqqas. Thotë jam bë musliman edhe 9 ditë, 7 ditë ose 9 ditë jam kanë në e treta e islamit në Mekë. Do të thonë i pari
Ebu Bekri, i dyti Muhamedi a.s. i treti jone, pse se s'ka njëftë tjerë musliman, tjerë se ka ditë se cili është doshme mojtë më shef. Kështu ka thonë Sa'd ibn Abi Waqqas. Po e vërteta është që Sa'd ibn Abi Waqqasi nuk është i treti, po është prej të parëve. Gjithashtu, Ammar ibn Yasiri thot, ju më konë i shtati që e më musliman. Pse se ai nuk i ka po kretë musliman, se hala është fillimi, hala së më lidhën dhe ikon. Qysh kanë mujtë me marrë vesh, kështu njëri tjetërin. Pastaj, vërteta është se muslimani parë që përmendë më herët është Hatijja, radhiyallahu anha. I dyti është Warqa ibn Nawfal, radhiyallahu anhu, i cili ka vdekë. Pastaj është Zejdi me Aliun, radhiyallahu anhu. Tash Zejdi e Aliu, ata dytë kanë qenë shtëpi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pastaj është Ebu Bekri, pas Ebu Bekrit nuk dihet saktë se cili është. Sepse Ebu Bekri ka përru dikant, dikush tjetër ka ardhur vetë, këtë 10 e parë përmendet Bilali, përmendet Arqam ibn Arqam, përmendet krejt këta, mirë po këta nuk e njohin njëri tjetrin. Pse Aliu radhiyallahu anhu u bë musliman kaq lehtë? Kur Allahu ja don të mirën ndikujt, ja përgatit edhe planin. Aliu radhiyallahu anhu, djali Ebu Talibit. Ebu Talibi fëmijë këllabllak, edhe nuk ka mujt me i mojt krejt vetë. Muhamedi a.s. mësi që është martuar me Hatijën edhe ka bo pasoni, i thot Abbasit, migjës vetë, thot, a janë i moj migjës të edhe vëllohë të një rritë fëmijët? Thot, po, ideje mirë, hajtë shkojmë. Kur shkojmë me Ebu Talibit dhe thëna, po na jep fëmijët me t'i rritë, na t'i mojmë sikur të unë. Thot, veç Akilin lemma. Tjerë të merni. Edhe pejgamberi a.s. e ka marrë Aliun, Abbasi, e ka marrë radhiyallahu anhu, e ka marrë Gjaferin. Gjaferi i biri Ebu Talibit, Gjaferi ibn Abi Talib dhe Ali ibn Abi Talib. E tash Ali radhiyallahu anhu rritet shpejt pejgamberit alayhis salam. Sigur fëmia. Edhe është shumë normale, pastaj sjellja tepër e mirë që ka qenë pejgamberit alayhis salam që i ka përfituar zemrat, që Ali radhiyallahu anhu me thon jo Muhamedit alayhis salam. Si i ka thonë që është më ka ardhur Islami, Aliu për më një herë e ka pranuar Islamin. Ndërsa Zejdi është interesant. Zejd ibn Haritha, që i kanë thonë djali i Muhamedit alayhis salam, fëmijë i birsum ka qenë. Mi po birsimi sipas formës edhe botkuptimit gjahiliyetit, që kur e kanë birsu dikon ata, kur e kanë marrë një fëmijë të huaj, ka thonë kjo është fëmia jam, ma trashëgon emrin, ma trashëgon pasurinë, e trashëgoj kësë lejohet kështu. Sepse ai që nuk është trashëgimtar s'lejohet me trashëgu. Ai që e ka bob dikonin s'lejohet me thon bob dikujt tjetër dhe me pranu për bob dikon tjetër. Për ata Allahu i lartësuar këtë formë birsimit që ka ndodhur te pejgamberi alayhi salatu wasallam e anulon edhe e ndalon në surën Ahzab pastaj al-Medine që zbret ajeti thirrni sipas baballarëve të tyre. Jo Zejdi ibn Muhamedit, po Zejdi ibn Haritha. Nëse si avdeni baballarët, kanë ka bab, atëherë janë vllaznia ju në Islam. Ama jo me thirë në mënd një babës që nuk e ka babë. Zejdi ka qenë i vogël fëmijë me nënën e vetë të dojtë. Tash, familja, kabilja ose fisi i dojve të vetë kanë qenë në armiqësime një fes tjetër, a i fisi i ka sulmu në kohën kur Zejdi u konë të dojtë të vetë. Edhe e kanë morë Zejdin, e kanë bërë për sklavë. Qështu ka qenë mentaliteti edhe sfili jetës të fiset arabe. Edhe e kanë morë Zejdin, që kanë mujtë fëmijë tjerë kanë morë edhe i kanë morë për sklavë, robë. Tash, ai që e ka marrë, e ka prunë Mekë me shitse, Mekë pazari madhë. Robin, fëmijën që e ka marrë, fëmijën e huj, po i thotë robë është sklavë dhe e ka qërë me shi. Hakim ibn Hizam, një kushëri i Hatijës, grus pejgamberit alayhis salam, e blen për me jaqu dhurat Hatijës. Edhe e merë Hatijja radhiyallahu anha, mos i martohet ja e pejgamberit alayhis salam, Zejdin. Mirë, sklavë, dhe më po bortët, prej një dorën në dorën tjetër, sklavë mirë, po Allahu po e runë Zejdin me ronë durë më të mira. Tash, kur rritët Zejdi, bëhet musliman, hapët Mekja, del lojmi se Muhamedi alayhis salam ka dollë Mekja, u bo pejgamber e kështu, vinë dikush për i fisit të Zejdit, familjar të Zejdit, Zejdi ibn Haritha, në Mekja dhe shohin Zejdin. E njohin Zejdin, edhe Zejdin jata. Edhe e qenë lojmin babës vetë. E thëjnë e kena po djallin tanë Mekja. Ishtë sklavë. Tash baba i vetë, me gjithë vëlla, mbledhin pare, dikon 400 dirhem mbledhin, edhe shkojnë Mekë e lypin ko Muhamedi. Ko është Muhamedi deri sa e gjojnë. Thëjnë, o Muhammed, ti je prej lozës më të mirë në Mekë. Babgjyshi jetu konë zotëria i Mekës.
Qysh bëhet ti me mojt fëmijën e huj, sklav? Thot çka është puna? Thot Zejdin na i kanë pas marrë filan fisi. E kanë pas marrë me luftë, edhe e kanë punë kanë shit si sklavë dhe vënë kemi marrë vesh që është e ti. O kry thot, a është i juve po? Thot merne. Që thot i kemi 400 dirhem me të dhënë, ose 2 dirhem, thot veç ajo zgjedh juve. Edhe e thirr Zejdin mos i ushtrit. Thot o Zejd. Apo do me shku me babën e me mingjën a me nejtone. E këshir babën edhe mingjën, thot vallahi mos i të kom njoft tyje. Edhe kom jetu me tyje, së në raj me kërkariq. Thot baba, o djorë, po ki qef, po vazhdojnë me nejtë të robë, edhe s'po vjen të baba, thot vallahi që ta e kom gjetë baba, e kom gjetë mingjë, e kom gjetë gjithë shka. Kështu që s'muj mu do për tina. Në ka dhonë diçka që s'muj me do, mu do për tina. Mirë, pejgamberi alayhi salatu wasalam, për mja pushu zemrën këtyne, e merë Zejdin, 3 edhe e qënë të qabja. Edhe folë para krejt njerëzve. Thot, dini thot që kjo është Zejd ibn Harith e i këtyne. Mirë po prej sotit është djali jam i birsum. Edhe unë e trashëgoj këta, këka mund trashëgu mua. Këta shlirohen më pastaj edhe, e i cinë edhe lanë. Edhe mbetet Zejdit e shpije pejgamberit alayhi salatu wasalam, pastaj bëhet e liron pejgamberi alayhi salatu wasalam, po bëhet shërptari pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe bëhet prej njerëzve më të dashur. Edhe Zejdi, edhe Usame që është djali tina. Sa që kur ka pas në i farë situatet komplikume, që pejgamberi alayhi salatu wasalam s'ka pranu ndërhyrje, edhe s'ka pranu me i folë kërkush, ka thonë këto veç Zejdi mëret me i folë. Asë Abu Bekri s'mëret me pranu. Asë Omeri, Zejdi, nëse anë dikush që i folë Zejdi. Të mund qëtë shumë që e ka dosht Zejdin radhiyallahu ta'ala anhu, e ka dosht Allahu të mirën, e ka sjell në durët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush mëret me thonë që vetë durët mirën? Që e ka dosht mirën këtu skllav, ndërsa te pos babën gjoll, pa i vetë se ka dosht, domthon nuk ka dosht me shku te babën, ka dosht me nejt te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Sepse ka gjetë diçka te pejgamberi alayhi salatu wasalam që gjon më shumë se sa te baba dhe te mingja dhe në familjet vet. Pastaj e kemi pranimin e Islamit edhe të Saadit, është interesant. Saadi ibn Abi Waqqas, ndoshta keni dëgjuar. Saadi është koni njoftën për mirësi edhe bën mirësi që ka pasur ndaj nonës vet. U shkri për nonën. Do në rast i rrallë, sikurse kë, që ka respektuar nonën edhe ka ndërmu. Tash kur bëhet musliman, merr vesh nonën e vet. Edhe don me zbroftë pe Islamit. Subhanallahu, non, po jo gjithë nona din me menu më të mirë për djalin e vet, ose din me vepru më të mirë për djalin e vet. Edhe i thot Saad thot, përderisa nuk e lën çet fejt që e ke marrti, une as nuk ka me hongër, as nuk ka me pi, as nuk ka me shti krahën flak. Të nga ka thonë nuk qes ujnë kryje për para, ka thonë. Mon kjo formë, konë sikur formë e malkinit. Edhe une që të shem të prisë dejkën, unë as nuk ha, as nuk pi, as hiq, edhe ka me dejkën e shushtu, nëse ti nuk këthejhesh me lonë këtë fej. Tash Saadi, nona edhe mshë. Pastaj, Saadi, me gjithat sjellje edhe po mirësim dhe i nonës vetë, normal që po i vjen fshirë, po i vjen rënë. Edhe sillet del, hin shpet del, nona ndilë. S'po hin hije, as nuk pan, as nuk papin. Sillet anë oj non, hezbe të shpia, oj non, hezbe në shpe habuk, ja, e din të unë. Për me hinë në shpe, me hinë në hije, me hangën me pije, din që rrët me bot, ti du të me lonë këtë fej. Një ere, 2, 3, 4, shkar i thotë Saadi, oj non, unë du, e din të. E di ti që ka kumbone për ty, edhe bëj halal. Vetëm se për melon që të fej, ta dish që jo që të shpirë që e ki, po nimi shpirë ta mi pas, edhe me t'i po të dol njon ka njon, se lon këtë fej. Se lon këtë fej, se këtë fej ka më të madhe se sa shpirtat e to e ty e vetën e kretë. Ndash ka ndash mësa. Edhe këthejet nona të shpia, fillan me hungë. E pastaj, thuhet që për rastin e Saadit kanë zbrit ajetet madhen, në dine, që nëse prindrit ajeti wa in jahadaka la tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, nëse ata të shtyn prindrit që më mbo shok mua pa dije do të thonë sepse me dije nuk do të thonë ajo dia parashet që Allahu i vlerësuar nuk ka shok as nuk ka artak, atëherë këtu mos i dëgjoni prindrit. Thuhet që është për qëllim Saad ibn Waqqas, të cilin Allahu e ka sjell shembull edhe për kundër respektit madhe, për kundër dashnisë të madhe që ka pas për nonën prap këtë fej, e ka dosht më shumë. Pastaj
e përmendin që gjatë kësaj periudhe është bë musliman Bilali, është bë Abdullah ibn Mas'udi, Abu Ubejde, Abu Salama, Arqam ibn Arqam, Uthman ibn Madhuni, vllavi i tina, Qudam ibn Madhun, pastaj Said ibn Zaidi. Said ibn Zaidi është prej 10 përgëzuar me xhenet, i cili ka qenë i martuar me motrën e Omerit Fatimen radhiyallahu anhum. Gjithashtu Amari me nanën e vet, me Sumejen, e cila është shahidja e parë. Thot Abdullah ibn Mas'udi, jam bë musliman halo pa dal pejgamberi alayhi salatu wassalam me shkollë të shtëpia e Arkamit ibn Arkamit. Don halo ka qenë në shtëpi të vet pejgamberi alayhi salatu wassalam, të mojt mësimet me këta muslimanë të ri. Domthon janë ditët e para. Gjithashtu për muslimanëve është Suhejb ar-Rumi, të kësoj domthon kjo grupa e parë ose njerëz të parë që janë musliman, po edhe Amr ibn Abbas. Amr ibn Abbas nuk ka qenë i Mekës, po ka ardhur për jashtë Mekës. Edhe merr vesh tinzisht, merr vesh që ka dalë pejgamberi alayhi sallam. Thotë përderisa e ku marr vesh që fshehtës është të punu, edhe unë e kom tentu fshehtës me taku. Edhe më hil Mekë pa mvrejt e kom taku Muhammedin alayhi sallam, derisa e kom hitë shtëpia vet, edhe kom thonë, a është e vërtet ajo që po thuhet për ty? Domthonë e bo pejgamber, thotë po. Në çka thret ti? Thotë unë thras në respektimin e prindërve, mos më i bosh shok Zotit, më largu nga adhurimi i idhujve, edhe i përmend disa dispozita të cilat ja kishte zbritë Allahu gjatë kësaj kohe. Thotë kush është me tyje? Thotë kush të ka besu? Thotë më ka besu një rob edhe një ilije, një sklavë dhe një ilije, që është për qëllim, thotë pastaj Amr ibn Abbas, thotë e kish pas për qëllim Bilalin edhe Ebu Bekrin. Mirë, si mas këtina, transmetimi del që Amr ibn Abbas është i treti që është musliman. Mirë, po domthon nuk i ka kuptu krejt. Këtë rast kush është musliman, se dhe pejgamberi alayhi sallam nuk i ka nxjerrë këtë Amrat. Po këti ja ka dhënë Ebu Bekrin edhe Bilalin radhiyallahu anhu. Thotë, po bona musliman edhe unë përrinë të jo, thotë, vazhdo, shkoti thotë te fisi jot, te vendbanimi jot, kur të marrësh vesh që jam dal haptas, po i thirrë njerëz haptas, atëherë edhe i atone. Mirë. Gjithashtu karakteristikë tjetër e kësaj periudhe është se edhe gjenet, disa prej gjeneve kanë pranuar Islamin. Kur ka fillu me zbrit shpallja, gjenve ju ka pa mundësu me i vjedh lajmet e qiellit. Allahu e përmend në Kur'an që gjenë kanë thënë wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Gjenë po thojnë në surën Gjin, na më herët jemi ul në pozita të ndryshme të qiell. I kemi zonë pozicionet të qiell edhe i kemi vjedh lajmet e qiellit. Mirë, po që thash, kush provon me shku atje dhe me vjedh lajmet, gjuhët me meteorë dhe me yje. Mirë. Edhe s'po mujnë më me morë lajme. Kthejen të ata parje e tyne dhe thëjnë s'po mujnë më mi vjedh lajme. Citat lajme? Lajmet që Allahu jav ka dhonë me laqeve. Dhe Allahu javip lajmet me laqeve gjdo javë ose varsisht për periudave dhe i tregon se kush ka me vdek, kush ka me qurrez, kush ka u martu, kush që me laqet pastaj mu marë me këtë punë. E shejtan t'i vjedhin këto, pastaj javë qenë faltorëve në tokë edhe faltori pastaj i thot, ty e shpejti ka më tonë një myshde. Për shembull, edhe pastaj 100 rëna tjera, ja jep, e kë që ka shku të valtori e mon menën vesh të qikja dhe të krejt e ka qëllu. Kryesurja, s'po mujnë më mi vjetë lajmët. Qka me bo? Thotë shpërndonën a për tokë, a i kryesuri. Allah i shpërbleft. Thotë shpërndonën a për tokë dhe këshirë që ka ndodhë dhe qka. Tu shpërnda, tu kërku, e gjojnë pejgamberin alayhi sallam, me disa prej sahabeve tu falë jashtë Mekës. Edhe nalën. E dëgjojnë Koranën që ka lexuar pejgamberi alayhi salatu wasallam. Mirë, këtu s'komunikojnë me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Vetëm se bëhen musliman. Thuhet që kanë qenë 9, thuhet që kanë qenë 7, thuhet që kanë qenë më shumë, gjën, nuk dihet. Kush i ka pasur me 7 8? Kryesore kanë qenë një grup i gjinëve. Edhe janë kthy te paria e tyne edhe ju kanë tregu se na kemi dëgju Koran. Pastaj ka zbrit surja Gjin. Ma vonë ka zbrit surja Gjin që i përmend fjalët e gjinëve që i kanë thonë në këtë moment. Edhe është fillimi i surës Gjin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Thuaj mua më është shpall, Muhamedi alayhi salam pe Allah. Thuaj mua më është shpall për Allahut se një grup prej gjinëve kanë thonë ne kemi dëgjuar një Kur'an të çuditshëm.
Domthon e çuditshëm për smiri. Semena Kur'anin ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bi, udhëzon punë të mira, punë drejta dhe na kemi besuar me to. E fjala nefer që ka ardhur këtu nefer min al jinni është për qëllim numri prej 3 deri në 9. Kur thuhet arabisht ja'a nefer, erdhi një grup, është për qëllim në veçet fjalën prej 3 deri në 9. Kështu që kanë mujt me qenë 3, 7, 9. Kjo është sa i përket këtyre ndodhimeve. Gjithashtu gjatë kësaj kohe, si duket, ka zbrit prej surave që ka zbrit, është surja Fatiha. Që pejgamberi alayhis salam me to e ka bën namaz, edhe e ka lexuar namaz. Gjithashtu thuhet se ka zbrit edhe surja Takwir, edhe shamsu kuwirat, o edhe nujumun kadarat. Thuhet që edhe surja Mesed, tabbat yada abi lahabin wa tab, po kjo ka zbrit në ditët e para kur del pejgamberi alayhis salam haptas me thirrjen islam. Kanë zbrit ajete, ose kanë zbrit pjesë tjera, pjesë të surave tjera, sepse pejgamberi alayhis salam ato i ka lexuar gjatë namazit, jo ka mësuar sahabëve, aty ka zbrit imani. Mirë po, thënë dietarët, shumica e ajeteve dhe surave që kanë zbrit janë suret e fundit, ka fundi i Kuranit, që janë shumë të fuqishme në artikulim, do kanë shprehje shumë të forta. Mon ai që në rreth arabisht në moment që e lexon i bën sikur goditje, sikur kur e godet ato, sikur kur e synon ato. Se për nga artikulimi, për nga fuqia që e kanë, për nga kuptimi që e kanë, fundi, suret e fundit, ajetet e shkurta janë më të forta, edhe pse këto ajetet janë të forta, po këtu janë edhe më të forta se sa ajetet e gjata. Mirë, pse periudha e msheft? Pse s'dul pejgamberi alayhis salatu wassalam, qysh në ditën e parë, mi thonë Ebu Talibit, Ebu Gjehlit, Ebu Lehebit, Ebu Sufjanit, familjes vet, Farefisit, këtë me kazë, pse s'dul në ditën e parë, me thonë, pram janë bo pejgamber, që në banë musliman jusat? Për shumë arsye. Arsyeja e parë, ose prej arsyeve, është se, më thonë, nuk ishte letë mu ballafaqu me parin me kasët. A ishin, më thonë, të mushën për me mbrojt parimet edhe bindjet e baballarëve të tyre. Sa që deri në vdekje disa prej tyre, disa deri sa u shiru Mekka, thonin çmelon në besimin e baballarëve tonë. Sa që njëri prej udhëtarëve kur shkon te Muhamedi alayhis salam don me nxon musht. I thotë Muhammed, a më i mëshum jeti a baba jet? Tash as përgjigjen e dhon. Po mos e cila përgjigje, cilën të haj po shtkeç. Mi thonë jam më i mëshum se baba, ç'mi thon? Ç'mi thon më i mëshum? Mi thon baba më i mëshum, atëri dhe ke po baba jet se kon ç't fej. Mirë po pejgamberi alayhis salam nuk e përgjigjen kështu direkt, po i thot i lexon disa ajete. Kjo është më vonë, po kryesore domthon kanë qenë shumë të mbushur edhe shumë të organizuar në gjehlin e tyre, edhe në idhujtarinë e tyre që mos me leju me depërtu diçka tjetër, sepse e kanë llogarit, po depërtoj diçka tjetër, po erdhi dikush tjetër, na humb neve udhëheqësia e Mekës dhe humbëm reputacionin që e kemi tek fisët e tjera. Pastaj kjo thirrje, mund ke feje e re, që po vjen në Mekë e re, domethënë se nuk ka pas vend baherët, normal ka nevojë për burra, ka nevojë për dikant që e mbështet, e këta burra do të më informu, do të më ofru një herë. Domethënë që kur dash në ballafaqu me këtë Mekën, me ditë që e di kanë për mbrapa. I ki disa burra të cilët janë në gjendje me ardh me ty deri sa t'ju thush mjaft, ose deri në vdekje, ose deri sa të vazhdosh rrugën. E shka është ka në nevojshme një periudhë që me eduku këta njerëz, edhe me eduku kësi burra që ma nuk i thojnë jo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu mos ngutja e rezultateve. Sepse dikush kur ja nis më falë dhe kur udhëzohet dhe kur i vjen ai farvullneti i udhëzimit, ja nis ka të rrugës, folati, bërtitati. Aja, mo pejgamberi alayhis salam këto në fillim. Se ka? Me sa njëri në takun Mekë, se ka ditë që është pejgamber. Se, të thonë, halo, po e mbon fsheft. E kështu që mos ngutja rezultateve. Kur e krahason ti 23 vjet shpallje, 3 vjet periudha e msheft është kohë e gjatë. Mirë po, do të thonë, po e gjetë një temel të fortë pejgamberi alayhis salam që pastaj mbi ta me ndërtu davetin e tij. Gjithashtu prej këto edhe davetxhia duhet me marrë mësim. Edhe mos me ngut rezultatet. Mos me ngut rezultatet të davetit vet. Ose me ka mësuar me i bë davet fëmijëve, ka mësuar me i bë davet gruas, ose gruaja burrit, ose prindve, ose prind fëmijëve, ose të afërm, ose mos me ngut rezultatet.
Mos menoti që herën e parë kur t'ju falsh për namazin, kanë me nis këtë me një herë më fal. Ose herën e parë kur t'ju falsh për më largu për besutnim ose çka tjetër, kanë me nis me. Çka? Don kohë, don mund, don lodhje, don sidomos me i largu adetet jo të mira, don kohë. Pastaj gjithashtu e kuptojmë se njeriu i parë që është thirrë në Islam dhe ju drejtu thirrja është gruaja. Për me të regu, Allahu i lartësuar praktikisht se gruaja nuk neglizhohet, edhe roli i saj nuk neglizhohet këtë fe. Përkundërse gruaja ka rol shumë të rëndësishëm. Madje njëna prej mësuesave kryesor, mas pejgamberit alayhi salatu wasalam janë gratë e tij, Aisha radhiyallahu anha, Hafsa, Ummu Salama e gratë e tjera. Do thonë që pa to, sidomos pa Aisha radhiyallahu anha kishin mbet shumë çështje të fesë pa u shpjeguar. Kush është domosdoshmë gruaja e parë është Hatixha radhiyallahu anha. Pastaj papritesa e Abu Bekrit, edhe e mençuria e Abu Bekrit. U bë musliman, po s'kanë edhe pejgamberin alayhi salatu wasallam. Edhe me i thon, ha, i dërguami i Allahut, sot kanë prunë ti. Kush të bë musliman sot? Ja, kështu s'mos i thuj, po çuo ti. Ona u bë musliman po. A e kuptova që kjo fe nuk është veç e pejgamberit, po pejgamberi ka përgjegjësi pak më të madhe. A e kuptova ti që kjo fe nuk ka veç e hoxhës? A e kuptova që mësimet e fesë nuk është që veç hoxha kam i çu përpara? Po edhe ti po, të çu. Çule vezat të komundesh. Edhe Abu Bekri nuk rëndi me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe me prit kanë po e bie pejgamberi. U çu vetë pruni. Edhe i pruni atë 500 e orë që e përmendëm më herët te pejgamberi alayhi salatu wasallam përmes durrëve të tij u bën musliman. Pastaj u bën musliman këtë familja e tij. Don pos babës i cili bëhet musliman, çlimin e Mekës. Por ndryshe, djemt, vajzat u bën musliman. Aisha radhiyallahu anha, unë nuk moj mend, prej kur nis me mojt mend, nuk moj mend që në shtëpinë tonë kena pas fe tjetër pas të Islamit. Domthon, unë prej kur jam lejë, edhe prej kur jam nis me mojt mend që jena musliman këtë shtëpi. Radhiyallahu anhum. E kështu që domthon këtu e nxjerr në pa pse pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka vënë shenj Abu Bekrin, edhe pastaj papritesa, edhe gjetunia po dhe mençuria e Abu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Gjithashtu, kur i ka përzgjedhur pejgamberi alayhi salatu wasallam këtë periudhë njerëzit, edhe ata kanë kuptuar që fshehta si me të punu, që nesër kur dalëm hapta s'kemi bollafaqu me një invazion të madh, me një kundërshtim të madh, me sulme të mëdha, sulme të pamëshirshme të cilat kanë më na orka si presin, atëherë po dash ka më u përgatit mirë. Që mos më u tërhiq për kësaj feje, edhe nuk ka dikush, edhe përkundër torturave që i ka përjetuar që e kalon këtë fe. Ata që e kanë pranuar Islamin në fillim gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, për arsyeve është se pejgamberi alayhi sallam nuk ka dashur qysh fillim mu konfrontu me njerëz. Po njëherë me boni grup njerëzve, pastaj sulmët, kur del mas 3 vjetë pejgamberi alayhi sallam që e ka një grup njerëzve, nuk është sikur me sulmuni njëri sikur 30, ose sikur 40, ose sikur 60, sepse thuhet që kur ka dalë pejgamberi alayhi sallam haptas me thirr njerëzit në Islam kanë qenë 40 burra e 2 gra, ose disa transmetime 60 burra e 2 gra. Do thonë më nuk është vetë. Edhe sulmin e përballojnë ma let 60 vetë ose 50 sesa një, edhe qysh në fillim davetit, qysh në fillet e para më konfrontu me njerëz, më qysh me përparu, qysh me thirr njerëzit pastaj në Islam. E kështu që njëherë dënë me afru njerëzit të cilët janë dashamir të fesë, pritën të pranu Islamin, pastaj me dalë të ata të cilët kanë me pas ma problem, mirë po duhet me i thirr ata, duhet me afru Islamin edhe atyre. Pastaj gjeturia e pejgamberit alayhi salatu wasallam sepse ka zgjedh shtëpinë e Arqam ibn al-Arqam. Pse ka zgjedh shtëpinë e Abu Bekrit? Arqam ibn al-Arqam 16 vjet ose thuhet 17 ka pas. Abu Bekri burr, krye familjar. Uthmani, Talha, Saad ibn Abi Waqqas, pse shpia të tyre nuk i ka zgjedh, po e ka zgjedh shtëpinë e Arqam ibn al-Arqam. Për shumë arsye. Me të kjo tregon se pejgamberi alayhi salatu ka pas plan, nuk i ka hin kësaj feje edhe këtij daveti pa plane, ka pas planin e gatshëm. Edhe për ata ka pas sukses në të gjitha fazat e planit vet. E ka zgjedhur shtëpinë e Arqam ibn al-Arqam sepse ka qenë i ri fillimisht. Edhe si ka shku menja kërkujt se mund më mbledh të shtëpia një djalë i ri. Don Muhamedi alayhi salam më shku te një djalë i ri 17 vjeç, ba i rre me burra. Kjo e para, e dyta u shkon si në qësh, domthon si larg Çabës, domthon mas kodrës Safa që nuk ka ra fort në sy, se më kanë ma afër Çabës, hin del aty në hyrje dalet, vrehen. E treta
Arkam ibn Arkam ka qenë prej fisit Beni Khuzejme. Beni Khuzejme edhe Kurejshitët kanë qenë një farë hasmerie, kanë pos mes veti, kanë pos një farë kundërshtimi mes veti, edhe kanë qenë si kundërshtare, sapi se cili po e merë primatin me qenë kujdestari Qabës edhe i Mekës. E tash njerëzit që shkon me Muhamedi a.s. Kurejshit, me shkute dikush prej fisit Beni Makhzum s'ndodh kjo. Ndërsa Abu Bekri, Kurejshet, po, do të kishin mujt me ndyshu, ose të një shtëpi e do dikujt prej Kurejshetëve tjerë. E kjo do më është ajo, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam 3 vjet thirrri fshetas, pse 3 vjet ja ofroi Islamin njerëzve, njën nga një, i bani celulat e para, i ndërtoi njerëzit. Sepse para se me ndërtu objekte, para se me ndërtu xhamia, para se me ndërtu institucione, do të me ndërtu njerëz. Sepse njerëzit e mojnë xhamien, njerëzit e mojnë shkollën, njerëzit e mojnë davetin, njerëzit e mojnë fejen. Edhe për ata pejgamberi alayhi salatu wasallam i ndërtoi këta njerëz. Faleshin lugjeve, faleshin kumush, në për qoshe të Mekës, në për rrugë që nuk ishin shumë të levishme, në mund namazin e krymin, mirë, po më rëndësisht e mu ndërtu njerëzit. Pastaj edhe shtëpia, e që pa shkollë edhe pa shkollim nuk bëhet. Qysh në fillet e para, qysh në ditët e para, pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka zgjedhur këtë formë të shkollimit, që mu mbledh dikon me mësu fejen. Edhe pse në rrethonet janë zakonshme, edhe pse fshetas, edhe pse më thonë të përcjellën prej të anëve, mirë po duhet më shkollu, duhet me mësu fejen. Nuk është arsye vëllai rrethonat, se kemi kohën. Jam pak moshësim i mirë, s'kam komoditet për mësu fejen. Nuk ka pas fazë më të rëndë, ndoshta për shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, sepse se sa që ke fazë. Se tash, kur ka shku për shtëpisë vet, ai që është bë musliman, kur ka dalë për shtëpisë vet, familja e kanë vetë, ku kanë këtë vaktin, ku ishin këtë kohë. Pastaj hen të shtëpia del, takau, falo, her pas here. On këtë tu janë konë rreziqe, mirë, po dhe përkundër këtë ty në rreziqeve prapë ata kanë mësu edhe kanë mësu këtë fejë. Edhe pastaj vjen koha kur del pejgamberi alayhi salatu wasallam haptas mas 3 vjetë, edhe fillon me i thirr njerëzit haptas mos ka shefas, edhe këtu del secili që është musliman del haptas. Këtu pastaj fillon thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasallam haptas, edhe është më e qartë, edhe fillon Kurani me zbrit më shumë, falen më tepër, torturat edhe këta të fillojnë më tepër, mirë po, këto do ta shohim në dersin e ardhshëm me lejen e Allahut. Wa sallallahu alaihi wasallam.